Një grup arkeologësh shqiptaro-amerikan gjatë gërmimeve në fshatin malor Mato Hasanaj në Tepelen kanë zbuluar objekte me materiale qeramike që datojnë nga shekulli III para erës sonë. Sipas arkeologës Sabina Veseli, fshati Mato Hasanaj njeh si një fortesë lire, por krahas punimeve dhe kërkimeve së fundmi, rezulton se këtu ka ekzistuar një qytetërim i tërë i rëndësishëm për dokumentimin historik. Variojnë nga qeramika, moneda, qoftë moneda të shekullit të tretë, qoftë moneda të antikitetit të vonë. Kemi gjetur gura peshe që tregojnë për një aktivitet thjerrje endjeje. Në gërmimet që kemi bërë në sektorët e tjerë kemi gjetur dhe shumë zgjyrë dhe skarco qeramike që dëshmojnë që ka një qendër të vogël prodhimi, e cila sigurisht lidhet me nevojat e komunitetit që jetonte në Kala, brenda në fortesë apo në Për arkeologët amerikanë që po kërkojnë dhe gërmojnë në Mato Hasanaj, kjo është një eksperiencë ndryshme nga çdo vend tjetër. Kam disa vite në Shqipëri, kam punuar në disa site arkeologjike. Ndodhem tashmë në Mato Hasanaj në Tepelen. Është hera e parë që i bashkohem këtij projekti, ndonse ka 3 vite që ka nisur, dhe jam shumë e kënaqur që u bashkova, sepse është një vend i pagërmuar nga askush më parë. Shqipërinë e njoh mirë, por Tepelenën jo kaq shumë, dhe tani po shikoj vende shumë të bukura. Është një sit i mahnitshëm dhe ja blem për tu eksploruar. Ne kemi arritur të gjejmë nëpërmjet gërmimeve sende me vlerë të veçantë, që nga pjatat tek sende të tjera që dëshmojnë historinë lire në këto vendbanime shekullore. Kemi qeramik dhe objekte të tjera që datojnë nga shekulli III para erës sonë dhe gjithashtu kemi prova të rëndësishme për përdorimin e mëvonshëm të vendit, ndoshta në periudhën bizantine, pas periudhës romake që është një mënyrë e shkëlqyer për të parë jetën e plotë të fortesës. Ky është viti i tretë që Mato Hasanaj është pjesë e ciklit të gërmimeve të vendbanimeve antike, që nis nga Hadrianopoli, Antigonea, fortifikimi antik i Leklit, Tepelena, qyteze ilirike e Horës, vendbanimi antik i Mato Hasanajt, Amanatia, Ploç, Apolonia me një distancë 15 deri në 25 km nga njëra tjetra.